Sot, 27 vjet pas, masakra e familjes Berisha në Suarek mbetet një plagë e hapur për familjarët dhe për gjithë shoqërinë kosovare. Kujtimi për viktimat e kësaj masakre vazhdon të jetë një thirrje për drejtësi. Kështu shprehen kryetari i komunës së Suarekës, Bali Muharremaj, dhe familjarët e viktimave. Në të vërtetë është një ditë sërë që vjen 26 marsi, është një ditë e rëndë për gjithë qytetarët e komunës së Suarekës. Rastin sot e kemi edhe në Krushe, mirë po, me thonë drejtën, shumë e rëndë. Apeloj të institucionet të Republikës Kosovës që ta bëjnë një trosnisë sa më shpejt të zgjinë dhe ishte atyre që kanë vetë pa u gjetë. Jo deri që ka fëmijë në komunën e Suarekës, numri e kanë përmi 500 e diçka. Mirë po apelojmë sipas mundësive çka ka mundësi me bëmë gjetë edhe tjerë. E kam përjetuar shumë vështirë, posaçërisht çdo vit që vjen është edhe më i vështirë, po shpresën që do t'i gjojmë këta që ende nuk i kemi gjetë, se kom prej familjes time edhe 5 të pagjetur, plus të agjës i kom edhe 5 tjerë pagjetur, kështu që jemi shumë të tronditëm se shteti jonë, pa më parasysh cila parti se s'u intereson fare, shumë pak është të bo për të pagjeturit. Masakra e Suarekës mbetet një nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës në Kosovë. Më 26 mars 1999, forcat serbe vranë brutalisht 49 antar të familjes Berisha.